Faleminderit, mi mbrëmë edhe juve, siç e përmeni jepi tek panajiri I cili edhe pak minuta do jetë I hapur, sepse gjatë gjithë ditës sot kanë qëndruar këtu në sheshin Zahir Pajaziti në qendër të Prishtinës. E ne do flasim me Shpresa Gosalci nga Eko Kosovo Woman, e cila njëherët është edhe organizatore e kësaj të quajë është panajiri agro. Një panajir vërtet I mirë, sepse gjitha produktet e cilet kanë qenë këto edhe her pas here që organizohen të tilla janë bio, janë vendore, janë prej nanave, gjyshrave tona, prandaj të gjitha të dashamirët të ushqimeve tradicionale, është mirë të vizitojnë edhe të marrin këto produkte. Shpresa, fillimisht, mirë se erdhe në emisionin e pasdites. Mirë se u gjeta. Po I lexoj toka ime, prona ime, e drejta ime, ardhmëria ime. Një fjali vërtet do me thënë se shumë, me qenë se bazë tokës time, është prona ime, drejta ime, ardhmëria ime, ka të bëjë natyrisht me çështjen e grave, apo? Po, patjetër. Atëherë është edhe një lloj moto që organizata jone ka, cilën e vendos në çdo dokument saj, që mund ta shihni tash edhe te baneri prapa. Ajo çfarë ne mundohemi, çfarë ne kemi mision dhe vizion të bëjmë është që të fuqizojmë gratë, sidomos gratë rurale, duke I fuqizuar ato që janë të angazhuara në bujqësi, gratë në ambient, po edhe parazinxhinore në përgjithësi. Natyrisht nëpërmjet kësaj fuqizimit është edhe ky panajir I sotëm. Na trego si erdhi deri te ky panajir dhe si shkoi. Atëherë, ky panajir faktikisht është viti I 5 me radhë që organizohet, është një panajir I përvitshëm, që bëhet në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas rurale, që është 15 tetori, edhe pse ne kemi organizuar një ditë më herët, se ashtu edhe kishim leje nga Komuna e Prishtinës. Qëllimi I këtij panajiri si edhe atyre paraprag është që t'ju mundsojmë grave të jenë sa më pranë qytetarëve, po njëkohësisht edhe të ngrisim vedijen si të qytetarë, si të institucionet, që duhet sa më tepër të punojnë për fuqizimin e tyre. Njëherë brenda ditës sot kalova këndej edhe pash që jo gjitha gratë janë që kanë biznese private, por janë gratë të zakonshme nga vendeve të ndryshme, fshatrave të ndryshme që kanë produkte të tyre. Si ka shku bashkëpunimi tyre, si gjetit këto gratë? Atëherë ne vetë jemi themeluar në vitin 2019 dhe në fokus kemi gruan, siç e thash edhe më herët, kemi bashkëpunime të ndryshme përmes partneriteteve të ndryshme, kështu që kjo është mënyra edhe se si arrijmë t'i targetojmë të gjitha këto gra, po është e vërtet jo secila prej tyre ka një biznes apo agrobiznes siç e themi ne. Mirë po ajo çfarë ne mundohemi është edhe gratë të cilat janë në fillimet e tyre apo të cilat deri më sot kanë qenë të padukshme, të kenë mundësinë të shfaqin produktet e tyre, si dhe të arrijnë deri te regjistrimi I një biznesi apo të arrijnë deri te një fuqizim. Çfarë produkte sa janë sjell këto, sa gra kanë qenë pjesëmarrëse dhe si është prit kështu prej 3 pyetje, po Pa problem. Atëherë kanë qenë rreth 45 gra. Produkte ka pas të ndryshme, duke fillu prej përpunimit pemëve dhe perimeve, mjaltit, mandej bimëve aromatike, vajrave esenciale të ndryshme. Gjithashtu kemi pasur edhe disa që janë me pundore, një numër I vogël, po I kemi mundësu edhe atyre të kenë një prani. Për këto produkte, domethënë, shumë turshi të ndryshme, domethënë, ushqime të ndryshme, janë gjitha bio, janë receptat e nanave tona, gjyshrave tona? Po, mund të them që shumica prej tyre janë recetat tradicionale të vetë grave, do thotë recetat të cilat janë trashëguar ndër breza, kështu që janë gjithashtu edhe punohen apo lënda e parë në shumicën e rasteve është nga vetë ato, nga serat e tyre, nga fushat e tyre, ka dhe prej atyre bizneseve që janë pak më të zgjeruara që lëndën e parë marrin edhe te fermerët e tjerë, mirë po me shumicë janë produkte të tyre. Si është prit kështu përgjithësi? Ke kështu të quaj ashtu feedback prej grave? Atëherë feedbackun vetë e marrim prej grave, secila tash edhe mund të shihni se vetë janë duke përfunduar dhe duke shkuar në shtëpi, secila prej tyre është shumë e kënaqur, janë shumë të lumtura, janë shumë falënderuese për mundësinë që ju ofrojmë.
Kam pasur shitje, mund të them që shumica prej tyre kam pasur shitje të mira, çka është më e mira, kanë arritur edhe t'japin intervista për televizione të ndryshme, gjithashtu kanë arritur edhe të krijojnë lidhje me vete, po edhe me përfaqësues të institucioneve apo donatorëve të cilët kanë qenë prezent. Me qenë se ju përfaqësoni një organizate Kos Women, sa janë të rëndësishme panajiret të tilla për këto gra që dalin, bëjnë rrjedhime me biznese tjera, apo edhe me vetë me qytetarë. Si e shihni ju kështu si organizatë? Ne si organizate shohim që është një rëndësie shumë të madhe për ata, edhe ju thash që është vetë hera e 5 që në vazhdimsi e organizojmë. Shumica prej tyre kanë arritur që përmes këtyre rrjetëzimeve të kenë edhe përfitime. Kjo është edhe qëllimi që ne duam ta arrijmë. Me qenë se bashkëpunoni me këto gratë rurale, si është gjendja tyne, si shkojnë punimi tyne në për i tokave, janë të kënaqura, janë ta quaj ashtu të mjaftuara me punën të cilën bojnë, ja dalin ato vetes? Të them të drejtën, të motivuara janë shumë, se po mos të kishin pasur motivimin edhe nuk besoj se kishin punuar, mund të them që janë më të motivuara, më punëtore se sa ne gratë që jetojmë në zonat urbane. Mirë, po duhet të punohet shumë atepër, duhet të përkrahen shumë atepër, si nga institucionet, si nga organizatat e ndryshme, po dhe nga vetë qytetarët, të jemi këtu për to, të mbështesim duke përdorur produktet që ato prodhojnë, të mundohemi që ti kemi produktet e tyre në tavolinat tona, ne e kemi edhe një logo apo një moto e cila përdoret në secilin panajir, e që është nga ne për ju unë mbështes gratë në agrobiznes. Ti mbështesim sa më tepër. E fundit, Kos Women do zhvilloj panajiret e tilla edhe në të ardhmen e afërt për këtë vit, apo mbesimi një herë një vit kështu? Zakonisht në kuadër apo për nder të ditës ndërkombëtare të gruas rurale, patjetër se do të zhvillojmë panajire, mirë, po duke parë edhe mundësitë të tjera, pse jo të organizojmë edhe panajire të tjera gjatë vitit. Shpresoj faleminderit për intervistën, urojmë që gjithçka të ka shkuar mbar, edhe natyrisht panajrit e tilla vërtet përveç neve qytetarëve na sjellin ushqimet kështu të mira dhe të shijshme, edhe t'i fuqizojmë këto gratë siç e përmend. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve për mbështetjen si zakonisht. Gjithë mirat. Ishte pra kjo prej intervistës nga sheshi Zer Pajaziti, pra për panajirin e grave rurale, ku sot gjatë gjithë tërë ditës kanë sjellë ushqimet e shumta dhe produktet e tjera ushqimore, bio, origjinale me recetate, domethënë të prindërve tanë dhe gjysheve tanë. Kaq se për këtë lidhjes drejt për drejt këto nga sheshi Linja për ju studio. Faleminderit Ember, faleminderit për gjitha këto informacione.